34-44 pas pjesës së parë në duetin në mes të Borës e Trepçës, çereku i parë 20-15 në favorin e Mitrovicasve, të cilët e fituan edhe çerekun e dytë 24-19. Lojtari më efikas te Trepça, Mikail Tmusic, 12 pikë të realizuara, nga 8 pikë i shtuan Jones Amzile Hesbrook. Jones kontriboi edhe me 7 kërcime në anën tjetër te Bora. Lojtari më efikas Jules me 8 pikë, 6 kërcime, nga 6 pikë i shtuan hote Jetmir Zeqiri. U shohim edhe statistikat e deri tanishme. Përcia më e lartë në pjesën e parë për Trepçën ishte +10. Asnjëherë Bora nuk arriti që të kalonte në avantazh gjatë 2 çerekëve të parë. Vazhdimisht Mitrovicas ishin e përsi, duke arritur që të kontrollonin edhe lojën. Kujtoj të ndëruar shikuese, me njerë pas përfundimit të këtij ballafaqimi do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga palestra 12 qershori në Therand, ku do të transmetohet dueli Golden Eagle Ylli bashkimi me komentim të kolegut Agon Fehmiu. Nesër do të fillohen 2 përballje të tjera, Sigal Prishtina Peja e Rahoveci Vllaznimi. Hesbrook po shohim 8 pikë, 3 kërcime, 1 asistim. Në paraqitje solide, sidomos në çerekun e dytë nga Hesbrook. Të parët do të nisin aksion vendaset. E tham Jules 8 pikë, 6 kërcime. Presion në Amin Hotin atje nga Mikail Tmusic. Amin Hot. Aleksandr Gjuajtje, i pasakt Amin Hot. Shojmë këta përpjekje të Julesit, i cili realizohet me lojtari parë me pikë 2 shifrore te Bora, 10 në total. Mikail Tmusic, Akili Winning për Kenneth Hesbrook. Hesbrook. A kjo Gjuajtje ti pasakt. Amin Hot. Jules. Përballë ti Mustafa Amzel. Jules e kërkon hapësirën. Arrin që të pasoj për Amin Hot. Thomas, tjetër tentimi ti për 3, nuk ka pikë. Jones bukur vepron, arrin që të pasoj te Hesbrook. Sean Jones ka ndërhyrje të palejueshme. Autori 8 pikëve, 7 kërcimeve, Sean Jones. 36-44. Sean Jones, 2-2 nga vija gjuajtjeve të lira deri tash. 100% produktiv. Edhe kësaj radhe arrin që të realizojnë tentimin e parë. Dy gjuajtje, 2 herë efektiv. Sean Jones plus 10 sërish në favorin e mysafirve. Topi do tjetë në pronësinë e Trepçës. Kenneth Hesbrook, Gjuan Skoshënem. Kërcim atje në sulm nga Mikail Tmusic, Akili Winning.
Kelly Winning për Jones. Jones pozita vështirë, arrin që Gjuaj ka gabim në kapa. 36 me 46 rezultati. Thej topin e loj Amin Hot. Jules Hot. Pasimi edhe njerë të Jules, topi do t'jenë për Trepshën. Ishte Jules ai që luajti i fundit me të. Kelly Winning. Kenneth Hesbrook. Jones nga pozita qëndrore provon për të realizuar mirë, po ishte tendimi pasakt. Alexander Thomas. Amin Hot për 3 tentimi, s'ka shënim. Efikasiteti dobet nga të dyja palët me gjuajtje nga distanca. Mikhail Tmusic. Pasimi për Mustafa Amzel. Amzel gjuan për mbi Hotin, arrin që të shënoj 10 pike dhe nga Amzili. Kjo është përsia më e lartë e Trepçës në ndeshje, të ndëruar shikues. Avantazh prej plus 12 pikve. Amzili bën lojtari i tretë me pikë 2 shifrore të Trepça. 10 Amzel, 10 Jones. Tmusici vazhdon të jetë lojtari më produktiv të ekipi mysafir me 12 pikë. E të Bora, të ndëruar shikues, Gjulsi i vetmi me pikë 2 shifrore, 10 në total, ka shtuar edhe 6 kërcime. Të 46-48, 7 minuta 24 sekonda lojnë këtë qerek të tretë. Nisët Amin Hot. 6 pikë, 6 kërcime e 1 asistim nga Amin Hoti. Alexander i lirë provon dhe është treshet i 8 pikë të realizuara, 3 pikë që numër 2 për të. Kelly Winning për Jones. Ka ndërhyrje të paregullt. Kelly Winning. Kenneth Hesbrook. Mbrojtje mirë Borës. Nuk pati gjuajtje në kosh, kaluan 24 sekundat e aksionit të Trepçës. Nisët Alex Hunter. Mbrojtje mirë Kelly Winning. Kelly Winning me tabel, s'ka shënim. Lufton Amzel, merr topin Kelly Winning. Jones ndalet prendimin e bashkëlojtarëve. Tmusic. Winning. Hesbrook. Jones. Jones gjuan me siren dhe shënon.
Sean Jones 12 pikë të ti, barazohet me Mikailet Music në anën tjetër Qiz, prova s'ka shënim. Tani ka filluar të lohet avantazhi i ekipit Mitrovicas. $39 me 50. Amzel në tendimin e parë nuk shënon për mësora gjuajtje të gabuar. 39 me 52 rezultati. Qiz Aleksander Vejni vendosur mjaft mirë atje, detyron që të humb topin Aleksanderin. Të rikthej në lojë Jules, njëjtë sikurse Genc Zeqiri. Largohet edhe Amin Hot. Pas 25 lojë mbetur në çerrekun e tretë. Payne. Hesbrook deri në fund shkon dhe shënon. 39 me 54. Pak më shumë se 5 minuta lojë në çerrekun e tretë. Qiz. Tani kjo gjuajtje s'ka shënim. Luftë për top e merr Amzel. Payne ka fol shkaktuar nga Qiz. 39-54. Payne. Do që ta buloj atje Ukaj. Mustafa Amzel. Hesbrook, Payne, heziton që gjuaj për 3, provon për 2 pikë, s'ka shënim. Kërcim në fazën e sulmit nga Jones, Payne edhe njerë, shkon deri në fund dhe është i saktë. 5 pikë të Payne-it. E ka një 3 pikë, është dyshja e pare ti në ndeshje. 39 me 56. E thash, ka filluar që shkëputët në rezultat të Trepqa. Pasimi është i gabuar. Hesbrook për Jones, Mustafa Amzel, Mikailet Music, Payne, Kenneth, Hesbrook, nuk ka shënim për 3. Aleksander. Genc Zeqiri për mrekulli atje, shkon deri në fund, pikët janë pranuar. Shënimi i pari Genc Zeqirit në ndeshje. 3 minuta 50 sekonda lojë në këtë çerek të tretë. Kenneth Hesbrook, sërish gjuajtje gabuar. Aleksander për Taylor, Qiz, shkon deri në fund, s'ka shënim. Provon atje që të përmirësohet gjuajtje të gabuar Ukaj. Del shpejt për para Trepqa. Payne, s'ka gjuajtje për 3. Payne e gjen hapësirën dhe arrin që të realizoj pikën e 7. 41 me 58 rezultati. Rënja madhe në lojën nga skuadra e Borës. Aleksander. Taylor, Qiz, Hunter edhe njerë. Hunter e kompulimin e Jones. Aleksander, më në fund provon gjuajtjen. Jules i vëmendshëm, kërcë mori topin, tjetër gjuajtje gabuar. Music që fiton dueli me Jules e Ukajnë. Mustafa Amzel gjuan, s'ka shënim sërish. Betet 41 me 58 rezultati.
Kanter. Ukaj. Gjojtje gabuar ti kap topin Mustafa Amzell. Tmusic. Amzell, pasimi për Jones. Mikael Tmusic, Payne, Amzell I lirë, pasimi është për të. Mustafa Amzell gjuan, I pasak ma tentim. Qiz. Ja tani përshojmë atë tentim të Genceqirit. Efikasitet I topit në fazën e sulmit nga basketbolistët e Borës. Tmusic. Qiz shkakton ndryrje të palejueshme. Faulli I dytit I Një 35 lojë mbetur në çarkun e tretë. Amzell. Tmusic. Mikael Tmusic, Amzell. Vining tenton s'ka shënim. Gjojtje të një pasirshme, mirë po mungojnë pikët. Akili Vining, humb topin. Amin Hot. Taylor Qiz. Thomas, ka ndryrje të parregullt. Pas pik nga Thomas. Amin Hot, bukur atje, I pa fatisht e kësaj radhe, provon edhe Jetnir Zeqiri, sërish nuk ka pikë. Mikael Tmusic. Amzell për Kajrizin dhe topit do tjetë për Borën. Sekonda e fundit të çerrekut të tretë, nisë Amin Hot. Thomas. Amzell oferti Thomas Juan, arrin që të realizoj pikën e 7. 43 me 58. Vining, Hajrizi. Gaboj trilun Hajrizi, shkeli vijen. Busevshi atje e përcjell vendimin e gjyqtarit. Qiz. Akili Vining shkakton ndryrje të parregullt. Faulli numër 2 për të. Risë aksioni I Borës nga Ansoria. Amin Hot. Aleksander, s'ka koktu, Aleksander Gjuan, s'ka treshe, mbyllet çereku I tretë. 43 me 58 rezultati. Një çerek I tretë ku realizuan vetëm 23 pikë nga të dyja skuadrat dhe I takoi Trepçës në shifrat 14-9. Dhe të kësuar të ndëruar shikuese të ekipi Vendas, Gjullës është I vetmi që ka realizuar pikë dyshifruar dhe gjithsej djetë ka shtuar edhe 8 kërcime. Me 8 pikë është duke luajtur Kanter.
7 Thomas, nga 6 i kanë realizuar Hote Jetmir Zeqiri në anën tjetër të Trepqa. 4 lojtari kemi me pik dyshifrore, 3 prej tyre pik identike, Tmusic, Jones e Amzil nga 12-10 Hesbrook. Lojtë mirë është duke u dalluar edhe Pejnë që ka realizuar 7 pik. E sa i përket statistikave tjera të ndëruar shikues, Bora ka plot 34 kërcime, mungesa asistimeve të kjo skuadër, vetëm 4, ndërsa të Trepqa 35 kërcime, 13 asistime. E sa i përket efikasitetit në gjuajtje të Bora, për 3 pik, 24, vetëm 20% saktësi për 2 pik, 35-12, 34% saktësi nga vjetë gjyri vëdërira 87% saktësi. Në anën tjetër të Trepqa, për 3 pik, 23-6, 26% të sakt Mitrovicasit. Për 2 pik, 28, 14, 50% saktësi, ndërsa nga vjetë gjyri vëdërira efikasitetin 100%, 12-12. 8 topa të humbur i ka Trepqa, ndërsa 11 Bora. Këtë manjerë që qereku i parë i takoj Trepqës 25-11, i dyti po ashtu Mitrovicas 24-19 dhe i treti 14-9. Për sëri për ekipin Musafer. Fillon këtu qereku i fundit të ndëruar shikues, aksioni është i Trepqës. Pejnë. Jones. Akele Veneng. Kondëryrje të parregullt nga Jetmir Zeqiri. Zeqiri i cili shkaktoj faulin e dytë. Tmusic. Pejnë. Pejnë me tabel shënon 9 pikë të ti. Amin Hot. Taylor Qiz. Hot. Taylor Qiz. Tentimit i skoshën kërcimi lartë atje nga Jones. Tmusic. Pejnë. I ka Tmusic, Jones gjuan. Pa fa topi hyre dhe doli nga koshi. Amin Hot. Thomas. Ofërti Mikail Tmusic, ka ndërhyrje të parregullt. Faulli numër 3 për Tmusicin. Thomas deri tash ka të realizuar 7 pikë. Kështu që pare ti nga vija gjuajtjeve të lira. Serën e dytë nuk ka realizuar asgjë, nuk është duke funksionuar të Bora në këto qaste të ndëruar shikues. Pasimi Hajrizit në drejtim të Jones ishte pasimi lartë. Amin Hot. 4-3 me 60.
Taylor Qiz. Bukur atje, thjesht. Jetmir Zeqiri shënon 8 pikë të ti. 45-60. Plus 15 për Muzaferët. Akili Winning. Payne. Drilon Airisi. Gjuan për 3 dhe shënon. Drilon Airisi pikët e para të ti në ndeshje. Tash edhe kjo është me greb mirë, po si gjithmonë i gatshëm për ndihmuar skuadrën. E sikurse që bëri kapiti më herët. Po Gjuan, s'ka shënim. Jetmir Zeqiri, Thomas. Dueli ti me Kajrizin, e ka buar gjuetja e Thomas. Jones rrotullohet atje, shpëton topin. Mikael Tmusic, Payne, i lirë nga këndi Gjuan. Treshe Payne të dytë e atina, ndeshje 12 pikë. Edhe nga Payne, 4 lojtarë të Trepçës kanë pikë identike nga 12 se cili. Payne, Tmusic, Jones e Amzel, ndërsa 10 pikë i ka shtuar Hesbrook. Në anën tjetër, te Bora, vetëm Gjulës është duke luajtur me pikë 2 shifrore, gjithsej 10 ka shtuar edhe 8 kërcime. Mirë po, deri tash duke pati ndihmën e bashkëlojtarëve. Kontribut e vogël pjesës tjetër të skuadrës. Përpos Gjulësit, e cili përpos 10 pikëve ka shtuar edhe 8 kërcime, pjesa tjetër indiferente në lojë të ndëruar shikues. 7-23 lojë mbetur. E thashë në fillim të këtij transmetimi që 2 ndeshje të zhvilluara këtë edicion e ka fituar Trepça përballë kundërshtarit të sotëm. Ndeshjen e parë me 16 dhjetor, 72 me 90, e ndeshja 2-84-76, që të dyja në favor të nxehtarëve. Alexander kombinon me Jones. Qiz. Hunter. Qiz. Kjo gjuajtje s'ka shënim. Alexander, edhe një treshe e ti. 3 pikësha të realizuar nga Hunter, 11 pikë më në fund. Bën 2 lojtarë të Borës që realizojnë pikë 2 shifrore. Payne. Drilon Airisi, Gjuan. Edhe një treshe e ti, rregullon snajperin. Airisi duke kontribuar në shkëputje në rezultatën nga ekipi Mitrovicas. Alexander. Jetmir Zeqiri. E kërkon Gjulësin atje. Merë po reagon për mrekulli skuadra e Trepçës në fasën e mbrojtjes. Airisi arrin që të lirohet. Drilon Airisi. Shënim me kapi personal. 48 me 69 rezultati. Largohet Jones, rikthehet në lojë. Dardan Kapiti. 6 minuta e 5 sekonda ka mbetur deri në mbyllje. Saktë dhe nga vija Gjuri dhe lira Drilon Airisi, që është në kotën e 7 pikëve. 48 me 72. Qiz. Ka ndërhyrje të parregullt.
Dojë tjetë për Borën. Pas 52 lojë mbetur. Me gjatë së tjetë një tjetër fitore e Trepqës me rezultat të thellë ndaj Borës. Një që kurse në të përballjen e parë gjysmë finalet të kupës. Pejnë. Hesbrook gjuan nga këndi, skoshën e mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. 3 të lira për Kenneth Hesbrook, autorin e 10 pikëve deri tash. 2-2 është nga vija gjojtjeve të lira Hesbrook. 13-13 në përgjithësi Trepqa nga kjo pozit. 100% efikasitet. Uqeja pare Mitrovicasve nga kjo pozit. Hesbrook mbetet me 10 pikë. Herë e dytë realizon një do ta ketë në dispozicion Hesbrook. Tre gjojtje 2 risak, Kenneth Hesbrook 12 pikë të tij. 5 lojtarë të Trepqës kanë nga 12 pikë tani të nderuar shikues. Payne, Hesbrook, Amzil, Johnset, Music. Rall kjo. Tani Jones nuk koshën e mirë, po është ndërhyrje pa rregullt e Drilon Airisit. Lishtarët i japin të drejt vendimit para brak, është vetëm volli shkaktuar dhe jo ndërhyrje jo sportive. 48-74. Përgjithsisht të ndëruar shikues, që ta 6 përballjet e më parshme në mes të këtyre dy skuadrave të zhvilluar në kuadër të Superligës kanë përfunduar me rezultat të ngushtë. Mirë po, këtë edicion gjërat janë më ndryshe. Jo shohim tani Drilon Airisi arrin që të kombinoj me Tmusicin, Mikaile Tmusic! Treshe e ti e treta, tani ka 15 pikë, është më efikasi në skuadër. 50 me 77. Aleksander që sot gjaditës u zyrtarizua largimi me kiqit nga skuadra e Borës dhe e pam Aleksanderin që qëlloj edhe një treshe. Një që ishte e 4-te ti sot. 14 pikë në total. Kapiti. Kilivining për Payne, Hajrizi. Drilon Airisi mbrojtje mire Ukajt.
Niset Amin Hot. Amin Hot realizon me gabim personal. 8 pikë të Amin Hotit. Ka njerë të ndëruar shikos, vetëm 7 asistime i ka Bora në përgjithësi, ndërsa 18 Trepça. Rekord më së miri për lojën kolektive që është duke zhvilluar skuadra Mitrovicase këtë edicion. Akili Vining. Dy fishot atje nga Hunter e Hot. Amin Hot. Shënimi ti. 10 pikë edhe nga Hoti, lojtari i tretë me pikë dy shifrore të Bora. Akili Vining. Akili Vining. Vining bukur atje për mbi Uka i ngjuan dhe shënon. 57 me 79. Amin Hot. Edhe një herë realizon Amin Hot sa radhe treshe. 13 pikë të Hotit, treshja numër 3 ti, 7 tentime i ka. Rikthehet në lojë Genzeqiri, largohet Aleksandr. Shohim në lojë të Trepça është edhe kapiteni Anes Gashi. Mustafa Amzel, pasak në gjujt në partë të lirë. Ja ku është Anes Gashi, i cili dal nga dal është duke fituar minutazh nga stafi trajnerëve të Trepçës. 20 plus për Mitrovicasit, e përsia më e lartë e Trepçës ishte plus 27. E pasimi për Amin Hoti, pa ndalshëm në këtë qasë e finalit të përballjes, 15 pikë të ti. Anes Gashi, Akili Vining. Mikhail Tmusic. Tjetër ndërhyrje. Odi është Qis, i cili shkakton personalen e 4. Vjen e gjurjeve të lira Mikhail Tmusic. Gjashtë 82 me 82. Amin Hot. Ja pasimi për Amin Hot, kësaj radhe i pasakt. Ajrise. Drillon Ajrise. Çfarë pasimi atje për Amzel, i cili shënon. Mustafa Amzel, 15 pikë, barazohet me Tmusicin. 2 minutat e fundit. Gjols pa problem shëron pas ati asistimit të Genzeqirit. Tjetëra tretë edicion në kampionat që Trepça triumfon ndaj Borës. Mikhail Tmusic ka ndërhyrje të pa rregull, 2 të lira për Tmusicin. Njëzet e 6 me 21 është rezultati në qerekun e tretë. Burim Sekiqi është në lojë tani.
Tmusic i sakt në tentimin e parë. 5-5 nga vija Gjujrëve të Lira. Gjashtë, 100% efikasitet. 19 pikë të Tmusicit. 90 sekundat e fundit të përballjes. Zgashje ndalë në mënyrë të palijueshme Gent Zeqirin. Gent Zeqiri ka 2 pikë, është e treta e tij në ndeshje. Në dytë nuk realizon, vendosur mirë atje Amzel. Nezgashi. Nezgashi të ndonë depërtimin, kombinon me Amzel. Drelon Ajrizi, Ukaj për balti, Drelon Ajrizi me tabel provon. Ka ndërhyrje të pa rregullt, Ukaj shkakton faullin e 4. Atë sa ka dhe qis, ndërsa tek Mitrovicasit nga 3 personale i kanë Vininge, Tmusic. Atë sa ka dhe Drelon Ajrizi. Sak në gjojnë në partë e lirë, Drelon Ajrizi. 10 pikë të ti bët lojtari i 6 me pikë 2 shifrore të Trepqa. Edhe ere në dytë qëllon Dreloni. 3-3 nga vija Gjujrëve të Lira, 11 pikë në total. 60 sekundat e fundit përballjes. Ukaj rrotullohet atje. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Borës. Luk për top atje në mes të Gjusit e Amzelit. Këtu gjithçka ka përfunduar, të ndëruar shikues se përket dilemës së emrit të skuadrës fituese, do të jetë Trepqa, ajo që do të arrijë fitoren e Rodhës, e që do të jetë e 16-a këtë edicion në Super League. Dërsa Bora do të pësoj dispatën e 10, tani bilanci negativ sa i përket fitoreve dhe dispatave. Plana e Lebovsi do t'i inkuadron në lojë, ja mundësi trajneri Kashqelan që ta shijojnë këtë duel. Ukaj. Mundua gjatë gjithë duelit Ron Ukaj që të kontribonte në lojën e skuadrës. Ron Ukaj 2 pike, 9 kërcimet të ti. Realizon pikën e tretë. 66 me 88 rezultati. Ja dhe erën e dytë shënon është pika 4 të ti. Hera parë që u gjenë në vijën e Gjujrëve të Lira. Gashi. Nezgashi. Topin. Në pasime për Ukajnë. Ajo gjuajtje ka ndërhyrje të pa rregullt në kalim Lebovsin. 25 sekundat e fundit. Kujtoj të ndëruar shikues pas kësaj ndeshje në program
është përballja tepër interesante e Gjiros 19, cila zhvillohet në 12 qershorit të Theranës mes Golden Eagle Yllit dhe Bashkimit. Që transmetohet nga ora 19:30 me komentim të Agon Femiut. Anes Goshi. Anes Goshi për Mustafa Amzilin, që nuk shënon qaset e fundit të ballafaqimit. Ukaj provon për 3, Ron Ukaj dhe realizon këtu mbyllet gjithçka, të nderuar shikues. Duel që i takon Trepqës në fund me rezultat 88-71 gjatë gjithë kohës skuadra Mitrovicase ishte në avantazh që arriti maksimalen prej plus 27 pikve. Lojtarët më efikas të skuadra fituese Mikaelit Vusic me 19.15 realizoi Amzel, nga 12 Jones, Hesbrook e Payne 11 pikë të tjera realizoi Drilon Airisi. Në anën tjetër, Bora 15 pikë, kot më efikasi nga 14 i realizuan Hunter e Jules. Ndëruar shikues, qëndroni me ne për pak çaste do të jemi me pjesën e intervistave.